Si nis dita në fshat në Shqipëri? Dita në fshat nis me kulaç nga duart e mamit, kulaç që nuk e gjeni në çdo vend të botës o njerëz, atë shije që ka. Në fillim mblodhëm disa lajthi që i kemi te kopshi, kanë mbjellur prindrit edhe tani kanë filluar edhe lëshojnë lajthi, ndaja edhe i mbledhim, duhet i pastrojmë, tu heqim do me thënë atë cipë nga lartë lëvozhge themi neve, edhe që të bënen lajthitë të jenë gati të përthahen një qik që t'i kemi për dimër. Kulaçi që përgatiti mami, neve ulemi zakonisht në oborë, tek balkoni që të hamë, sidomos në mëngjes që nuk ka rënë dielli akoma këtu, se pastaj nga dreka na vjen dielli dhe duhet të largohemi nga balkoni, edhe kulaç, domate, sallator, mjaltë, djathët, çdo gjë është nga kopshi o njerëz, edhe çdo gjë është bio. Po bëjmë edhe disa punë këtu siç mund të shikoni, lam pak xhamat e shtëpisë. Eva duke kërcyer, po s'ka rëndësirën si ka që e bëri punën.